Dokumentari sotëm flet për nëndecet luftarake edhe për armatimin që ata kanë. Raketa mund të godas një objektiv që ndodhet 1000 kilometra larg. Shuma e ngarkesave bërthamore në një nëndecë mbrojtëse përmban një energji më të madhe se sa të gjitha bombat që janë hedhur gjatë luftës së dytë botërore. E përsia kryesore e nëndecës është radari i saj. Ai duhet jetë i mbrojtur nga çfarëdo lloj kërcënimi. Nëndecja mbrojtëse nuk ka dritare sepse personeli i saj nuk është në kërkim të armiqve. Këtë detyrë kryen më së miri sonari. Drita ecën me shumë vështirësi në ujë, por tingulli është shumë më tepër efektiv. Secila vi përfaqëson një tingull i cili ndiqet nëpërmjet shpejtësisë dhe rrezës së tij, për të përcaktuar pozicionin e një objektivi të caktuar. Ne studiojmë çdo zhurmë që vjen nga oqeani, por nuk dëgjojmë asnjë lloj sinjali me qëllim reflektimin e tij. Ne shfrytëzojmë karakteristikat e tingullit vetëm për të zbuluar dhe për të klasifikuar informacionet tona. Anijet që janë mijëra kilometra larg mund të lokalizohen dhe anijet e luftës mund të dallohen nga ato tregtaret, vetëm nga tingulli që lëshojnë në ujë helikat e tyre. Just keep an eye on those biologics there on the left. Marinarët e nëndeceve përcaktojnë botën që i rrethon, me anë të atyre që i quajnë parametra biologjik. Çdo tingull në oqean paraqet për masa dhe forma fizike. Edhe vetë rrjedhja e ujit në anët e nëndecës që lëviz prodhon një lloj të veçantë tingulli. Prandaj forma e nëndeceve është e tillë që ajo të shkaktojë sa më pak zhurmë në thellësi. Helikat rrotullohen më ngadalë që të shmangin krijimin e flluckave që krijojnë zhurmë. Sonari aktiv shfrytëzon një pulsim të energjisë së tingullit, i cili kthehet në burimin e lëshimit të tij pasi përplaset në një objekt të nënujshëm. Nëndecet vet mund ta shmangin një zbulim të tillë, duke qëndruar në shtresa ujore me temperaturë dhe dëndësi të ndryshme. Dëndësia e ujit ndikon mbi shpejtësinë e tingullit deri në atë shkallë, sa ka raste që sonari kap vetëm valë të reflektuara nga shtresa e ujit me dëndësi më të madhe. Nëndecja mbrojtëse ka arritur qëllimin e saj kryesor, të qëndrojë e fshehur. Tani fillon edhe detyra e saj kryesore, e cila do të jetë top sekret. Personeli do të marrë disa mesazhe të shkurtra nga qendra e drejtimit, por nuk mund të përgjigjet atyre. Gjatë 3 muajve të ardhshëm ata do të jenë të shkëputur nga bota e jashtme. Ne prodhojmë vetë edhe ajrin edhe ujin. Kemi një rezervë të madhe gazi, prandaj nuk kemi ndonjë shqetësim për sa i përket karburantit. E vetmja gjë që na shqetëson është sasia e kufizuar e ushqimit për shkak të hapësirës së pakët që kemi në dispozicion. Ne mund të dalim në det normalisht për periudha 3 muajore. Dhe gjatë kësaj kohe të qëndrojmë të fshehur në thellësinë e oqeanit, duke vazhduar jetën në kushte normale. Për të bërë e pazbulueshme, anija duhet të qëndrojë e zhytur. Ajo drejtohet si të ishte një avion ujor. Anija lëviz majtas ose djathtas duke manovruar me anë të një timoni. Ajo zhytet ose ngrihet në sipërfaqe nëpërmjet disa krave të quajtur hidroplan, të cilat komandojnë uljen dhe ngritjen e anijes kur ajo është e zhytur. Zhytja është një procedurë po aq e rreptë sa momenti i ngritjes së një avioni. Captain, sir, ship is ready for dive. First mission, submerge ship. Submerge ship. Submerge ship, Asher. Periskopët përdoren për të vëzhguar sipërfaqen. Pastaj gjatë kohës që anija është e zhytur, ata mbyllen. Dive, submerge ship, make your depth 160 feet. Submerge the ship, make my depth 160 feet, aye, sir. Chief watch on the 1MC. Dive, dive, 2 blasts of dive line. Dive, dive. All vents open, dive. All vents open, aye.
Rezervuarët që ishin të mbushur me ajër tani janë të mbushur me ujë për ta bërë peshën e anijes të mjaftueshme për zhytje. Ato që duken si shkarkime avulli janë në fakt ajër që shtyhet jashtë nga rezervuarët, nëpërmjet presionit të ujit që futet brenda. Për të zhytur në ndecën në ujë, do të duan rreth 2000 ton ujë që i shtohen peshës së saj prej 18000 tonësh. Kur nëndecja duhet të dalë në sipërfaqe, ajri i kompresuar e shtyn ujin jashtë nga rezervuarët dhe nëndecja fillon të ngrihet. 5-4. 5-6. 6-2. Procesi kontrollohet nga oficeri i zhytjes, i cili monitoron nivelin e thellësisë në të cilin ndodhet nëndecja. 70 feet. Check this out. Kur nëndecja arrin thellësinë e pozicionit luftarak, pesha e saj kontrollohet nëpërmjet futjes edhe nxjerrjes së ujit nga rezervuarët e balancimit. Kur pesha e nëndecës barazohet me peshën e ujit i cili do të ndodhej në të njëjtin vëllim që zë nëndecja e zhytur, në atë çast praktikisht anija arrin peshën 0 dhe është e balancuar në qendrën e saj të gravitetit, ashtu si një lisharse fëmijësh në parqet e lojrave. Rezervuarët e balancimit në pjesën e përparme dhe të pasme janë të lidhur me styre dhe pompojnë ujin tek njëri tjetri për të ekuilibruar pozicionin e anijes në ujë, ndërsa brenda saj njerëzit lëvizin dhe rezervat ushqimore konsumohen. 9-5. Zhvendosja e rezervës së ujit për të ruajtur ekuilibrin është një proces i vazhdueshëm. Ky proces nuk ndërpritet gjatë gjithë kohës që anija është e zhytur. Officer deck. 160 feet, trim set, sir. Request to set initial conditions for Në pjesën e poshtme të trupit të nëndecës ndodhet seksioni 4-4 i kabinave të personelit. Shtretërit e 24 raketave, secili nga 17 metra i gjatë, përshkojnë tej për tej trupin e nëndecës. Secili prej tyre mban një raketë ndërkontinentale bërthamore që peshon 65 tonë. Bota e nëndecëve mbetet deri më sot një mjedis i dominuar totalisht nga burrat. Personeli flen në disa kabina të vogla që ndodhen ndërmjet tubave ku gjenden raketat, me mbushjet e tyre vdekjeprurse. Hapësirat të cilat njeriu mund t'i quajë mjedise personale, këtu nuk ekzistojnë. I vetmi vend privat që antarët e personelit kanë në bordin e nëndecës është shtrati personal, ku marinarët mund të lexojnë ndonjë libër. Në shtrat ndodhet edhe një sirtar ku secili mban rrobat personale. Pjesa më e madhe e personelit tonë është e moshës nga 20 deri në 28 vjeç. Mesatarja është rreth 23-24 vjeç. Është personel me moshë të re. Kur njëri turn shkon të ushqet ose të shlodhet, turni tjetër bën stërvitje, ndërsa një i tret është në detyrë si vëzhgimi, mirëmbajtja dhe lundrimi. Edhe kur personeli shlodhet, dritat qëndrojnë gjithnjë të ndezura. Ritmi i aktiviteteve është i pandërprerë. Por edhe në rutinën e përditshme të jetës në nëndecë, personeli nuk harron për asnjë çast 3 detyrat themelore të misionit të tyre. Të qëndrojnë gjithmonë të fshehur, të marrin në kohë dhe me saktësi urdhrin për të hapur zjarr, edhe të jenë të gatshëm për të lëshuar në çdo çast raketat, nëse një urdhër i tillë jepet. Pastor Levert, perform OCP logic test. Raketat gjigande dhe sistemet e tyre të lëshimit kontrollohen vazhdimisht për të qenë në nivelin më të lartë të gatishmërisë. remote display land test. Camp launch, right? 1 through 24. Nëse nëndecët nuk zbulohen, ato nuk mund të shkatërrohen. Çfarëdo sulmi kundër Shteteve të Bashkuara me armë të shkatërimit në masë
do të kthehet në një shkatërrim masiv për ata që do të sulmojnë. Tubat që mbajnë raketat janë gjithashtu të monitoruar vazhdimisht. Faza e parë. Kontrolloni dhomën e ftojes për të verifikuar nivelin e ujit në sistemin e balancimit. Kuptova. Çdo gjë është në rregull. Por si lëshohet një raket nga nëndecja? Nëse motori i raketës do të ndizej ashtu siç ndodh në tokë, e gjithë nëndecja do të shpërthente. Prandaj në vend të motorit që përdoret në raketat që lëshohen nga toka, në rastin e nëndeceve përdoret një motor i vogël, i cili ndodhet në fundin e tubit mbajtës të raketës. Ai nxeh deri në avullim ujin që ndodhet aty, dhe presioni i avullit që rritet vazhdimisht e shtyn raketën jashtë shtratit të saj, deri mbi sipërfaqen e ujit. Kur sensorët e raketës konstatojnë ulje të shpejtësisë, atëherë ndizet automatikisht motori i raketës. Nëndecet janë makineritë më komplekse të ndërtuara nga njeriu. Prandaj edhe personeli i tyre vazhdimisht ka se çfarë të mësoj, edhe kur anija është në mision ose në alarm. Çdo antar i ri i personelit mëson të paktën 2 orë në javë bazat teorike dhe praktike të punës, edhe në përfundim të këtij procesi mësimor, i nënshtrohet një provimi. Konstruksioni i një nëndece e mbrojtëse ka mijëra sisteme dhe miliona pjesë përbërëse. Secili antar i ekuipazhit duhet të njohë deri në hollësi sektorin ku shërben. Standardet për trajnimin e personelit janë tepër të larta. Sektori i nëndeceve shpenzon pjesën më të madhe